Duket se vezët e protestuesve kanë mjaftuar që dyert e Selis Roz të mos jenë këtë herë adresa e preferuar për mbledhjen e socialistëve. Takimi i kryeministrit Edi Rama me drejtuesit politik dhe ministrat i paralajmëruar se do të zhvillohej në selinë e Partisë Socialiste nuk do të mbahet në ambientet e kësaj force politike. Sipas burimeve në Partinë Socialiste, ndryshimi i vendit të takimit është bërë për arsye sigurie, ndërsa mbledhja e parashikuar për në orën 17:30 pritet të zhvillohet në Pallatin e Brigadave. Zhvendosja vjen në një moment kur Selia Socialiste mund bëhej pikë takimi i radhës i protestuesve. Një ditë më parë, nga sheshi ku po zhvillohej protesta një prej pjesëmarrësve, u bëri thirrje e qytetarëve që të mblidheshin sot përpara selisë së Partisë Socialiste. Kështu të paktën sipas informacioneve të deri tanishme drejtuesit socialist, do ta zhvillojnë mbledhjen larg selisë së partisë, ndërsa thirrja e protestuesve për të grumbulluar përpara saj mbetet në fuqi. Nëse vezët ishin menduar si mesazh proteste, duket se këtë herë kanë prodhuar edhe një efekt praktik, ndryshimin e adresës së mbledhjes. Kujtojmë se pak ditë më parë, kryeministri një herë kryesocialisti Edi Rama i mblodhi të vetët për 2 ditë me radhë në Pogradec, ku bëri bilancin e punëve të deri tanishme, problematikave dhe objektiveve për në vijim, nisur nga presioni i protestave për gati 3 muaj. Këtë të fundit kryeministri e pranoi me gojën e tij dhe tha se është koha që qeverisja të reflektojë. Mirë po protestuesit e kanë të panegociueshëm largimin e tij. Ata nuk mjaftohen as me ndryshime të mundshme në kabinet, siç pritet të ndodhë në muajin shtator, e as me arrestime të bujshme, sikurse ka nisur të ndodhë. Mbetet për tu parë se çfarë do të prodhojë mbledhja e sotme me socialistët. Megjithatë, duke nisur nga bilanci i Pogradecit, nuk mund të pritet më shumë. Ndryshimet mundshme në kabinetin e qeverisë Rama priten në muajin shtator, në gjithsej 6 dikastere. Megjithatë, ende nuk kanë dalë emra konkret se kush ikën e kush vjen.